Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike thot se kupola gjigande e vendosur mbi centralin bërthamor të Çernobilit në Ukrainë nuk është më në gjendje të mbajë të izoluar tërësisht materialin radioaktiv pas një sulmi me dron në fillim të këtij viti. Sipas BBC, inspektorët e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike zbuluan se struktura masive, kupola e madhe prej çeliku që mbulon reaktorin e shkatruar, e ndërtuar mbi vendin e katastrofës bërthamore të vitit 1986, kishte humbur funksionet e saj parësore të sigurisë, përfshirë aftësinë e izolimit. Në shkurt, Ukraina akuzoi Rusinë për shënjestrimin e termocentralit, një pretendim që Kremlini e mohoi. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike rekomandon në rinovim të thellë të kupolës kolosale, vendosur disa vite më parë, për të lejuar operacionet e pastrimit dhe për të garantuar sigurinë e zonës, pothuajse 40 vite pas katastrofës më të madhe bërthamore në histori. Janë kryer disa riparime të përkohshme në çati, por restaurimi i plot dhe i shpejt është thelbësor për të shmangur degradimin e mëtejshëm dhe për të garantuar sigurinë afatgjatë bërthamore, deklaroi drejtori i përgjithshëm i AEA-s, Rafael Grossi. Ai shtoi se strukturat mbajtëse dhe sistemet e monitorimit nuk kanë pësuar dëmtime të përhershme, që nga fillimi i dhjetorit, organi mbikëqyrës bërthamor i OKB-s ka vlerësuar infrastrukturën energjetike të Ukrainës, ndërsa vendi vazhdon të mbrohet kundër Rusisë. Përveç vlerësimit të Çernobilit, agjencia ka inspektuar nën stacionet elektrike të lidhura me sigurinë dhe mbrojtjen bërthamore.